Kjo është salla e fronit e pallatit mbretëror shqiptar, siç njihet në gjuhën popullore pallati i brigadave. Aty përballë, ku është Skënderbeu, vendoseshin dy fronët e kuq, froni i mbretit dhe i mbretreshës, që çuditërisht, ndryshe nga shumë vende tjera, ishin të barabartë. Ndërkohë që salla qendrore ka dy dyer përballë dhe një mini balkon në cilin qëndronin muzikantët ose në raste tjera kameramanët që do të filmonin ceremonitë. Të gjitha pikturat murale anë saj janë origjinale, të ndërtuara, të bëra në vitin 1940, në kohën e komunizmit thjesht u mbuluan. Ndërkohë që pallati ka dhe dy salla ndihmëse, salla e fronit, sallën këtej, pra që po e shihni, që është një sallë me thuajse me një sipërfaqe të ngjashme me sallën e fronit, dhe sallën e dytë, e cila është dhe më interesante, që është në këtë drejtim dhe që të çon në zyrat e Jakomonit dhe sallën e ngrënies. Shiheni edhe këtë sallë, çdo gjë këtu është origjinale, me përjashtim të qilimit që ka ardhur nga Kina. Çdo gjë origjinale përfshirë këtë tavolinë që është më e mrekullueshmja dhe që qëndronte në mes, por është hequr sot për evente me shqiponjën me dy krerë dhe me simbolin e Savojës. Kjo pra është salla e fronit në pallatin mbretëror shqiptar. Ska gjë. Edhe një këtu.